Mediat serbe po shkruajnë dhe luten se Anglia do t'i bëjë një dhuratë të madhe Serbisë. Ata presin që treloanët të mos impenjohen maksimalisht në këtë takim, në mënyrë që Serbia të dalë me të paktën një pikë dhe të shpresojë deri në fund për kualifikimin në botror. Por sa e mundur është që të ndodhi një skenar i tillë, asnjë shpresë e vetme për Serbinë, teksa trajneri anglis, Tuchel, do të hedhë në fushë formacionin më të mirë. Kjo pasi për Anglinë është ndeshja e fundit në shtëpi përpara se të fillojë botrori. Trajneri anglis u shpreh se e di mirë se Serbia do ta luajë këtë ndeshje si një finale, por ai po e përgatit për të përsëritur fitoren 5-0 si në ndeshjen e parë në Beograd. Varet gjithmonë nga ne. E kemi bërë mirë punën në ndeshjen e fundit kundër Serbisë, 0-5, dhe do ta bëjmë përsëri tani. Për Serbinë do të jetë një ndeshje finale dhe kështu do të shohim anën e tyre më të mirë. Ne jemi të përgatitur për këtë dhe shpresoj se këtë herë do ta kemi edhe stadiumin me vete. Është një ndeshje kualifikuese botrori, një ndeshje në shtëpi. Jemi këtu për të fituar, tha Tuchel, por ka dhe një arsye tjetër se pse Anglia nuk duhet të gabojë me Serbinë dhe nuk duhet të zhgënjejë tifozët me performancën e bërë. Në ndeshjen e fundit të luajtur në Wembley, ku Anglia fitoi 3-0 me Walesin, trajneri Tuchel nuk nguroi që të kritikonte tifozët e kombëtares së tij. Ne dërguam rezultatin 3-0 shumë shpejt. Mund të shënonim edhe golin e 4 apo të 5, por nuk e realizuan dot. Në stadium e donin këtë gol të 4 dhe të 5 dhe pastaj qëndruan në qetësi, sepse ne nuk e shënuam dot. Mendoj se ishte shumë qetësi dhe lojtarët tanë nuk e morën mbrapsht energjinë të tifozëve të tyre. Tifozët nuk na mbështetën. Këtë herë stadiumi do të jetë i stërmbushur dhe të gjithë në Angli janë me syt nga trajneri për të parë se çfarë performance do të ketë. Në një moment kur steka është ngritur, Tuchel nuk do të falë asgjë dhe do të kërkojë që të vazhdojmë me këtë ritëm të frikshëm të rezultateve në rrugën drejt botrorit. Pra në Angli nuk kënaqen as kur ekipi i tyre kombëtar fiton me shifra 3-0 dhe kjo është një fermë vete për Serbinë që kërkon të marrë rezultatin maksimal nesër me një fitore ose me një barazim në transfertën e Wembleyt, thuajse një mision i pamundur. Një marsh më pak, Anglia mund ta ketë me shumë gjasa në ndeshjen kundër Shqipërisë në transfert, pra në Air Albania, por kurse nuk mund ta ketë në këtë moment kur luan ndeshjen e saj të fundit në shtëpi. Megjithatë, mediat serbe janë të sigurta se ekipi i tyre kombëtar mund të bëjë një surprizë të madhe në mbrëmjen e nesërme, duke shpresuar gjithmonë se Anglia nuk do të jetë në 100% e saj. Megjithatë, për fatin e mirë, kjo është vetëm në fantazinë e Serbisë, sepse në Angli janë përgatitur jo vetëm për një fitore, por edhe për një shkatërim tjetër të Serbisë që do të ishte fatal për ta.